أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor në surën Al-Isra ajetin 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Që do të thotë Allah xhelle shanuhu e ka caktuar dhe ka urdhëruar që mos të adhurojmë askën tjetër përveç Allahut dhe ndaj prindërve të jemi të sjellshëm. Siç e dini, tema për sonte është respekti ndaj prindërve, e cila temë nuk është temë e vjetër, por është temë që duhet çdo ditë ta kemi parasysh, sepse ka peshë të madhe në Islam kjo temë, respekti ndaj prindërve. Dhe në shumë ajete Allahu xhelle shanu në Kur'an e përmend respektin ndaj prindërve menjëherë pas besimit në Allahun. Siç në këtë ajet, pra të adhuroni vetëm Allahun dhe ndaj prindërve të jeni të sjellshëm. Po ashtu edhe ka hadithe të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët flasin për këtë çështje. Respektin ndaj prindërve, pra nonën dhe babën. Fëmia si fëmijë, edhe nëse rritet i bën 20 vjet apo i bën 30-50, ai prapë mbetet fëmijë aty I prindërve. Nuk do me thonë se tash unë jam rrit, I kam bon 30 vjet, 40 vjet, jam bon burr, tash I di se I 90 vet, edhe s'kam nevojë për prindër. Ato mbetën prindërit e tu. Mile tash e shohim inshallah në hadith të pejgamberit alayhis salam se respekti ndaj prindërve është edhe masdekjes së tyre. Se si do të jetë respekti ndaj prindërve masdekjes së tyre. Pejgamberi alayhis salam, mësuesi I njerëzimit, I cili u rrit lindi pa bab, u rrit pa nonë. Ai mësoi njerëzimit se si do të respektohet nona dhe baba, si do të respektohen prindërit. Tash mund me dal dikush me thonë, po hoxha, ju keni mëjtë me na mësu se si do të më respektu prindja? Po mundemi me të mësu. Tash mbas argumente, haditheve dhe ajeteve me tregu se si do të respektohet prindi. Jo ti si ta merr mendja. Se ti prindin dikush e respekton, ju duket se janë respekti I prindrit, për 8 mars më bleni lule nonës edhe u kri. Apo me postu një foto në Facebook, në Instagram, TikTok, me nonën, me zemra, me lule, me asë edhe u kri respekti I prindit dhe I nonës. Respekti I babës dhe I nonës nuk rrit, nuk mbaron asë njëherë. Me bon që ka me bon për to, nuk mbaron. Nuk do me thonë se ju ki dal hakësh. Një natë e përmendëm, një njeri kishar prej Persije, Iranit të soqëm, ka arë në haqë, me kri haqën kohën e djalit të Hazreti Omerit, pra Abdullah ibn Omerit. Edhe kri në haqën edhe shkon të Abdullah ibn Omerit, thot, o Abdullah, thot, nonën time e kam bajnë shpinë, prej në Iran, dhe thot, prej Persijës, deri në Mekke. Tasha, regullisht e ka bajnë në shpinë, një zotë e di, po thot e kam bajnë shpinë, dhe më thot, prej atje. Thot e kam kri haqën të e bajt nonën time në shpinë, se është e vjetër, e moshume. Tawafin e kam bajnë me nonën në shpinë. Thot prap kam u kthia që në Iran me nonë të e bajsh në shpinë, se moshuar nuk mund me hes. Thot Abdullah, thot a I kam dal hakësh? Abdullah ibn Omer thot vallahi, thot as sa një dhimbje prej dhimbjeve të shtatzanisje ka pas. As për një dhimbje shtatzanisje ka pas nuk I dal hakësh. E le ma të nën mujt tjera. E le ato më kur ki linte, e ka prish gjumi për ti, e në ftofte, në nxehte, lodhër e pa lodhër, me gjumë, pa gjumë, të ka nejtë gati. Si fëmijë, se fëmija bebe kur është ai kur gjën s'mun e bon vetë. Ai kërkesa vetë me ati është me bërtit me kajt, apo? Nëse ju pijet të omël do të me kajt. Nëse do të me pastrua me bon diçka, ai ka, se as nuk fol, ha? Imagjinate për shembull, nëse këtë më shumë nonët e përjetojnë, se na baballarët pak
Po nonët, imagjinate, për shembull, tan ditën a lodh. Natën flen vonë. Imagjino ka sa ti ditë natës të vesh me të fishlu diçka ti. Sa fëmia po ka nevojë, aty që nisën me kaj. A do me pija. Ka diçka fëmijash. Ai s'di me kallzu me goja, po më dhem diçka, kam nevojë për diçka. Ai me të kajt me. Imagjinote në çat moment, ti alarmi ku po të bën saban, ngjas sabajt me shku në punë, ki ra ora 10, ma ki 7-8 orë ki bën xhum, ku po të bën alarmi, po ti prish nervat. Me sabati, koha me shku në punë, apo? A ç'është ona? Imagjinote ditë natës, në 4 sabajt. Ko maskoa, ti do të thonë asnjë kon nuk e ka orar të caktuar, se kur e ka orarin të caktuar shembull, çdo natë ora 3 duhet mi bën diçka, okay, aty pak është më lehtë. A mund në ditë, në 5, në 1, në ditë kujt din sa. Imagjino gjithatë mundim ajo non për atë fëmijën, e ti mi dal hakësh me një lule për 8 marsa. Mi dal hakësh e çuam me hongër një kebab në mujtan 3 mujtë që me një vend sa më thon dise. Kanë që dhe non për shembull me shoshnia, me grua, po me fëmijët e tu në javë. E po mendon se i del hakësha? Ai pironit e ka bajnë në shpinë, e ka bën haxhin në shpinë, e ka kthini në shpinë. Abdullah ibn Umej thotë nuk i ki dal hakësha sa për një dhimbje prej dhimbjeve të shtatzanias. Ai non kur të linde, është rrezik me vdek. Ka raste për vdesjen gjatë lindjes, apo? Ai non 9 muaj ka bajnë në bark. Të gjatë javës e keni pa dëner, ku jemi në pushim 2-3 javë, hajë që një muj pushim, ku që janë nisë shpunës, ku të nishë mi bajtë aletët, pantollët e punës, a se një muj mësu pak më nejtë, pak ma qetë, ku të nishë mi vartë aletët në për, jo naj që kishë, naj kujtë diçka në për, të i sa të din e bandu, këta po, se je me rrimë punat. Atë nisët dhe midisi, që edhe shrejfi, a nisë dhe më shpina midisi, u mësu trup një muj me nejtë, e tash, imagjino 9 muj, në gjomë, në haje, në shëtikje, në shpinë, në rrugë, e ka me vejtë atë 9 muj atë fijën. 2 kila, 3 kila, 4 kila në varë. 9 muj, me majtë ashtonë. Nëse për fillin si ka 2-3 kila, pa di, tu rritë fëmija në barë. A shpenges për atë. Me gjitha dhimbje që e ka nona, gjitha të mundime që i ka, shka ndine e ndini sharknasia. Nëse fëmija i vetë, është pjesë e vetë. Kur të linde i haron krejt ato dhimbjat, knoqët për shemë me atë fëmijën e vetë, të përqafuat, të puthet, të lyt me ta, pjesë e sajna është. Të thonë, ajo po gëzot, e ta është ti, e une e qetëri pak ku të rritë, më ku të bonë pa më varër. Me e këthimi thonë, ti rrisës një kur gjonë? Une jam rritë, burë jam bone, jashtë ati që më respektojnë. E ta është, po du të nona jote të bënë tash shërbetoria jote, pa e të respektojnë atë kuptimi, si që të respektojnë njerëzit jashta. Allah Gjellëshanu shëbë thot, wa biluali dejni ihsana, të jeni të sjellshëm me prindin. E shka është i sjellshëm me prindin, thamë, nuk është vetë ajo lulja e 8 marsit, 7 marsit, 8 marsit. Se në janë përzjetët, ditës shka s'po ka, dite e rejna 7 marsit, 8 marsit, 1 prilli, 7 prilli, shka s'ka ndale, di? Me respektu prindrit, sjellja min ndaj nonës dhe babës të jetë në fjalë dhe me vepra. Dikush është me fjalë, me vepra nuk është. Tjetri është me vepra, me fjalë nuk është. E pak nështë ka për aty që është edhe me fjalë edhe me vepra. Pra bindja ndaj tyre në gjithçka duhesh me dhënë përparësi prindërve. Përveç për shembull, nëse të urdhërojnë diçka me bën një punë të keqe dhe gjëna, atëherë nuk ju bindesh. La ta'ate li makhluk fi ma'siyati al-khaliq, nuk ka bindje ndaj krijesës kur ju bën gjëna krijuesit. Me të thonë kush me thonë hoxha, haxhia, baba, nona, kush do kohë me thonë me bëni gjëna, nuk e ndëgjon, nuk ju bindesh. Nuk ka bindje ndaj prindit nëse të çon me bëni punë të keqe, me bëni një haram, një gjëna. Për çështje të tjera, dënjos, që i përket dënjos, për gjithçka duhesh mi dhënë atij përparësi. Tash më shumë vonë shohmin, ne ju na dukën pak si tepër, aty thonë ju ka dalë besh, kanë shumë tepër, me islam ç'është ona është. Tash që dëgjojmë se si duhet mos sjell ndaj prindërve, ku të rrimë to natën, ditën kur janë të flet, kur janë të pushu, kur asaj si dosh, mos sjellti me ato si dosh me reagu. Neve me të vërtetë tash ku ti dëgjojna na dukën ashta pak se si përjetojna, nuk i shohmin as të sejnë.
Pse se çfarë kohë jemi të jetu, të shumica të rive, mbrejtin shpinash djali e vajza, nona e baba janë shërbetorët. Shkon të nërë, shkon Migros me një bukë, shkon me maçkes, po mungon kjo, mi ke kurus të eshtë, mi ke la të eshtë, ma bone bukën gati, ma bone atë gati. Me në gjutë i thu se kim brejti e nona është shërbetorja. Në që si ku jemi të jetu, se janë të rrit njerëzit, janë të rrit me TikTok, janë të rrit me YouTube, janë të rrit me siti kanë dikon tjetër. Inshallah nuk e arrime në atë ku mu bo, edhe të na mu bo qeni me pas shpi ma shumë vlerë se njerëzit. Që asaj rrugë janë të shku disa, se janë të rrit në për këto vene, që ka qeni ka ma shumë vlerë se njeri. Quhet e merë për shumë të qenin, e keni pa, jash ku shkonin punë në gjasë sabajt, e keni pa që dalë një shëtitin, me kri nevojën që atje. A qatë ti përse me thonë nonën, nëjse ka një takim, a që në mjek, a që e diku misafir asaj, 100 me historia ti banë. 100 me arsia ti gjonë. A për qenin gjallë sabajt, hajde, në burë, në të ra, shia, në zetë, të aftoft, të i lotë, në të me abon atë qefin ati qenit. Pse se? Nëse fëmija për shembull rritë që ashtë në i vetmuar, prindi pi vogle e len, thot, ti ki jetën tone, ti jetë të une këto, që bojnë këto në për këto venit e Evropës, ku i thojnë fëmija ju jeni të jetë të une. Në thojnë fëmija për gjithmonë për një në vesh në vetë si kanë të dikushën, misafirët e në najimet e baba janë. E të në këti bojnë të 18 vetë nërmali, dhe i thot po edhe unë po dalë tash të une po shkoj. Në ti për bojnë shpijin të ime. Pra baba e nona vetë, fëmija që vetë, aj kjetëri vetë, që shtonë të e ka në Evropa, shka mi bon vla, përëndimi shtonë e ka. A më inshallah na nuk e mormi këto tradita. Fëmija sa të bon të pak i panvarë, dalën shpijin e vetë, jetën e vetë, edhe me nonën me babë më bon kojshi. Apo misafir. Po më vjen nona misafir. Qysh më nona misafir? Nona baba misafir. A di shka non shka është misafir. Në me thonë ta shenë jotë, baba jotë, s'kanë bon si këto misafir. Pësë një shok, një meke, kuj di shka. Pronë bëj pata nona e babën misafir. Nalësh me analizu pak atë shkej të thonë. I të di shkej të thonë. Nonën babën i pata misafir. Po së janë marë ato misafir? A i shkojt një njeri të pejgamberi a.s. tha baba e ma dhe të partë, po më përzit të partë e mija, tha shka me bon. Pejgamberi a.s. thot, ente wa maluke li abike, thot ti edhe pare ju të jenit babas tanë. Edhe ti edhe partë tu jenit babas. E ti misafir, nona e baba kanë pra misafir. E nëse shkon hapave të perëndimit, më rrinë që këtë gjengje. Nëse shkon hapave të kuron dhe sunet për nga mejtë a.s. Nona dhe baba janë mbretërit në shtëpi. E ti je shërbetori aty në. Ti duhesh me nejtë në stop në kam, nëse kërkon nevojë me nejtë në kam kimi nejtë. As mos më lëmë mu zgat, disa njesh, as i respektojnë prindit që janë eduku mirë, ajas nuk i thot në nësë vetë që ti me pas nga një luga, një piron, nuk i thot apo më nga që të vetë e merë. Nëse do me respektu, se na po shumë në tjera anë, për që kërën dikushi me dikonin, me na njëri tjetër dhe, me na dashnore, me të fejumën e asaj, se le me livri të hesh, këtë se e kja ban gati, apo? Jo, mëse prek, unë e ta afroj këtë, mëse prek, unë e ta me ban këtë, unë e këtë, se do më ban të gentlemena, shka thojnë pak, adi më ban, dhe me shumë i sjellë që me atë, ka nonën e babën, se bon shërbetor, se kanë gajle. E bindja ndaj tyre, në atë që nuk është mëkat, duhesh që bindesh në gjithë shka nonës e babës, përveç se nëse në diçka mëkat. Qesh i përullur ndaj tyre, do të thonë, modest, i qetë, i butë, respekt, butësi, dhe të largohesh nga çdo sende që i mërzita, diçka çdo sende që i mërzit, qoftë një gjesti jot, qoftë një vepër jote, qoftë një fjalë jote, nëse e mërzit prindin, nuk duhesh më largu prej asajna. Pse do të thonë gjithmonë të jenë ato të lumtur. Ta shamni bojnë ato në krejt, po duhet në nisë ato më të mëdhojt, në aty të na shamrime të këto tjerët, a di? Se me të vërtet njëri problemi ka dhënë për një herë me ndryshu jetën e vet komplet, bona unë çton si filani, sikur po shin e Buhurera që ka respektuar nonën e vet, apo sikur Uwais al-Qarani si ako e ka respektuar nonën e vet. Pejgamberi alayhis salam me shka veçoi Uwais al-Qarani.
nuk ka kon sahabi tabiin, pse ka pranuar Islamin kohën e pejgamberit alayhis salam, ama ka në Yemen, nuk e ka pa pejgamberin alayhis salam, nuk ka nejt me pejgamberin alayhis salam dhe nuk llogarit sahabi, llogarit tabiin. E pejgamberi alayhis salam thotë Uwais al-Qarani, thotë nëse takoni kërkoni prej tij të bëj istighfar për juve, të lutet për juve. Kujna pi thot Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut, Talha, Zubair, Sa'd, këta ato që janë kanë përgëzuar me xhenet. Po ju thot atë nëse takoni Uwaisin, thujnë të bëjë lutje për juve. E pse pejgamberi Allah, kush është ky Uwais? Atë çfarë veçori ka? Një prej atij që ka pa, akon berrën, akon i respektueshëm ndaj nonës së tij. Në me çket a veçori i respektueshëm ndaj nonës së tij. Është hadithi pejgamberit alayhis salam për prindit thot, ato, pra prindit, nona e baba, ato për ti janë xheneti ose xhehenemi. Pra na prej atyre mund të fitojë xhenetin, na prej atyre do mund me shkon në xhehenem. Pejgamberi alayhis salam kur e pyetën cila është vepra më e mirë, domethënë prej vepra më të mira në Islam. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Namazin e kohën e vet. Pastaj than, thumma madha ya Rasulullah, pastaj cila? Thot respekti ndaj prindërve. E pastaj pejgamberi Allah thot xhihadi, lufta fi sabilillah. Do të thotë çi ka ranit pejgamberi alayhis salam që shto janë me vlera. Namazin e kohën e vet. Respekti ndaj prindërve, xhihadi. Pse po thojnë respekt ndaj prindërve, do të thotë nëse kanë nevojë atë të kujdesesh për to dhe të rish me to, pse ka më shumë vlerë se xhihadi? Se në rasti tjetër hadithi pejgamberit alayhis salam, kur shkoi një njeri tha pejgamberi Allah, po duhet me shku për në xhihad, thotë ai ki nonën e babën gjallë, thotë po, thotë shko se xhihadi jot është e babat e nona. Nëse ka ditë pejgamberi alayhis salam se ato kanë nevojë për këtë. Pra xhihadi jot është e prindërit. E pejgamberi alayhis salam nuk e ka fund këtë hadith kur e kanë pinë me thon namazin kohën e vet, respekt ndaj prindërve edhe xhihadi, nuk e ka fut këtë respekt ndaj prindërve. E ka fut atë se domethënë që ka vlerë të madhe në Islam, ka rëndësi të madhe në Islam respekti ndaj prindërve. Allah xhaleshon në Kur'an në disa ajete që flet për respekt ndaj prindërve, e ka rendit për shembull respekt ndaj prindërve me një pas adhurim të Allahut. Kë lexuam ajetin fillim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Zoti ka urdhëruar të mos adhuroni tjetër përveç Allahut dhe të bëni mirë ndaj prindërve. Pra të jeni bamirës ndaj prindërve, të sjellshëm ndaj prindërve. Të jeni të butë ndaj prindërve. Se Allah xhaleshon thotë në Kur'an ul për ta. Pra për prindrit ul ekran e përulësisë dhe mëshirës, pra bëhu i but, i qetë. Se di, ne jesë në karo me shku ndonjë të mbretërit, a di? Mbretërit që ekzistojnë tash na për botë. Nuk në karo, po që kina pa na për filma, na shën dokumentare, sejnë. A kini pa të kuhin të mbretit, po na i shumë sot e kretarët e shtjetë, a ki pa kuhin. Me kujdes, 100% është i kujdesshëm, se si po hetë, si po rre, ai person që shkon të mbreti. Se si ku duhet mi dal mbrejt për para, ku duhet më ul, si duhet me këshir, ku të folë mbrejt, a duhet me këshir mbrejt, a duhet me majt krin të poshtë, kur dësh me folë me ta, duhet me qut dora, me kërku lije, a keni po, për mbretit, edhe ma shumë për prindit na duhet më konë, cilë shumë, ma shumë se sa me mbretërit, se për mbrejtit nuk e ki obligim, s'ka në jetë në Kur'an, ku thot, ati ku shkështë mbrejt, ati me respektu e me, normal, muslimon duhet jetë i respektueshëm, ama nuk ka jetë se si duhet me nejtë mbrejti. Mbrejti, aj, njëri të njërë, përshka se në është mbret. Okej, të respektoj si ki një poski, disha i krijetar, dhe heqë sa mbret, ama nuk e ka nivelin e prindërve. Të krijetari komunës me shku, njerës që të ka panika, si të folë me ta që ka me nejtë, me prindët si matë një fjallë. Zonin, duhet edhe me ditë zonin, për shenjë sa me pas të larë këtë folsh me ato, sa më kojnë bute, sa më kojnë... E Allah xhaleshonu po thot, boni të përullshëm ndaj tyre e të mëshirshëm. Pastaj respekt ndaj prindërve ka është problem të madh. Pra Allah xhaleshon në Kur'an ku na porosit të jemi të sjellshëm, pra ihsanën, wa bil walidayni ihsana. E ku na porosit Allah me diçka, domethënë ka është problem të madh. Nuk na ka porosit me sejnë e Zotit aty kote banë që këtë punë, s'ka shumë problem, po aty jo, ku të porosit Zoti pas adhurimit Zotit, wa bil walidayni ihsana, dhe me prindët e të sjellshëm, kjo domethënë ka është problem të madh në ditën e gjykimit. Allah xhaleshon po ashtu në Kur'an në surën Isra na ka ndalu fjalën më të vogël që i mërzit prindërit na i ka ndalu.
E cila është fjala me vogël, me shkurt? Wala taqul lahuma uffin. Mos i thuaj ative as uff, apo na që përdor of. Ave mos të dërohe. Of bollë me këtë, of bollë me atë. Je dishkronja. Thotë wala taqul lahuma uffin, mos i thuaj ative as uff. A dhe me kësë, mos të dërohe. Në do fjala me vogël që mund të mërzite, prej dhe as qatë mos t'ja thuaj. E lema të fjallë të mdoja shka nina në sot për fëmive, prej generatës, sot që i thujnë prinderve, qka i madhkojnë, qka i nënvlerësojnë, qka i nënçmojnë, qka i logaritin, si kur kush hiqi prinderit. Sa që edhe tash kanë fillu më ndërtojnë shpija pleqva, di? I këpa qohët, vallon po punoj, gruja po punon, fëmija po punoj, na për shkolla, s'po ka kështë më kujdes, e të shpija pleqve mi qumë. Sa gjë po kujdes, mashallah, a gjë kishin qelë një të mira, disa mirë që po kujdeshin. Qish halkit kujdesën për nënën tonë për babën tonë. E njëj me i kishë thonë, kjo nuk do të mu emërtu shpija pleqve, po do të me në emrin shpija ati që nuk kanë lindur burra. Kanë lind meshka, di fëmija, jo burra. S'kan dalë burra, di me thonë burr që i mu kujdes për nënën për babën tonë. Pse nëna jote e baba jote ku i konti i vogël ata s'kan pas puna. As janë konë zëndë me punë të shtëpisë e me punë tjera. Po, janë kujdes për ti, mashallah, 2 metri ki bon. I gjon, i madh, i trash, këtë tanat mirët. Kusha kujdes për ti? Po nona e baba, pse ata s'kishin pas atëra puna? Pse ata nuk kanë pas përgjithësi tjera? Allah xhaleshan më thotë, mos thuaj atyre as uf, as of. Fjala me lehtë që mundet t'i mërzite. Pejgamberi alayhis salam hadithe të tij në shumë hadithe, e them në fillim se pejgamberi alayhis salam ka lind pa baba, rrit pa non, edhe na ka mësuar se si duhet të jetë respekti ndaj prindërve. Halimën për shembull pejgamberi alayhis salam e ka pas non të qumshtit. Kur ka qenë fëmijë, Halimja i ka dhënë qumsh pejgamberit alayhis salam. Tregohet me një rast kur vjen një Halimja, mas ja plak, domethënë ka rrit në mosh, e thujnë sahabët atëherë një grua në Medinë, pejgamberi alayhis salam kur e pa, e heki atë rrobën e vesh ka pas, e shroi në tokë dhe i tha ulo. E sahabët e që nuk e njefshin, thanë kush është kjo gruaja, gjithat respekt pejgamberi alayhis salam. Disa i thanë kjo është nona e tij Halimja, dhe nona prej qumshtit. Te heki tesh dhe ulo, respekt. Dhe më thonë, pejgamberi alayhis salam se ka pas nonën, nuk ka rrit me nonën, dhe më thonë, veç në moshën dhe në 6 vjeçare, kur njëri nuk din shumë, a dhe hala, çka prindi e këtë, i vdish nona, por na ka mësuar neve se çka është respekti ndaj nonës dhe babas. Kur dikush shkoi te pejgamberi alayhis salam, që e përmend më herët, i tha, do këtë morë pjesë në xhihad, pejgamberi alayhis salam i tha, i kie prindërit gjallë, ai tha po, thot, kthehu dhe bëju mirë atyre. Pra ktheu te prindërit tu dhe bënju mirë atyre. Me një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salam, miratimi i Allahut, pra Allah të jetë razi, por me qenë Allah razi me ti, është miratimi i Allahut është në kënaqësinë e prindërve. Nëse ti e kënaqësh prindërit e tu, me ti është razia, miratimi i Allahut. E dënimi i Allahut me kanë është thot me atë i cili nuk e respekton prindërit. Xheneti thamë është tek ato di, mund ta fitoj xhenetin nëpërmjet prindërve, po ashtu edhe xhehenemin. Me një hadith thot pejgamberi alayhis salam, xheneti është kur e pyetën se kush ka më shumë të drejtë në shoqërinë e mirë, të shoqërohesh me ta, të rrish me ta, thot pejgamberi alayhis salam, nona jote. Pastaj tha kush, pastaj thot nona jote. Thot e pastaj kush, thot prapi thot nona jote. E për skatër diku i thot ai sahabiu kush? O pejgamberi Allah, thot baba jot. Pra 3 hise nona, 1 hise baban. Për mundin që e ka pas nona, që folëm merët, gjashtë azanis, gjatë linjës, gjatë rritës, kujdesit, ndaj teje, gjithë thatë mund që e ka pas, pejgamberi alayhis salam thot nonën, 3 herë. E kur thot me një hadith se xheneti është e kombët e nonës, që driksatuna për na kritikojnë, po ka xheneti e kombët e nonës, po nëse nona është e keqe, zullumqare, është e padrejtë, këtë i ban shka mos nuk e fal namazin, e xheneti kanë të kombët e asajna. Po nuk kena të thonë xheneti, se xheneti e kombët e nonës, a shko merda, po shkoj hinte çatin, se çatin xheneti.
Se ti nonën më konë që ka më konë, jo muslimoni më pas nonën dhe babën, ti duhesh me respektu, si prind. Edhe nëse janë zullumqtar, bojnë pa drejtësi, nuk falë namaz, ti në atë aspekt si prind ti duhesh t'i respektojsh. Nuk po thojmë na me thonë asaj, mire kitë, shumë vazhdo. Jo, ti apë duhesh me këshillu nëse në të bon keq. Ebu Hurajra radiallahu anhu, none ati, para se me pranu islamin, Ebu Hurajra vazhdimisht e ftoi në islam, thoi kojna në ju, pranoj be islamin, besoj Muhamedit alayhis salam si pejgamber të Allahut, ajo nuk u përgjigj, nuk e pranoj kë. Saqë një ditë tha do fjalë të rona për pejgamberin alayhis salam, nona e Ebu Hurajras. Ebu Hurajra çast si keq, zor se nona vet foli keq për pejgamberin alayhis salam, po nona ka çmja kthi. Kur gjon se ka kthi me të keq. Nonës vet. Ama as shumë se keq Ebu Hurajra nisi me kajtë dul pe shtëpie. Ku shkoj te pejgamberi alayhis salam. Hinë te pejgamberi alayhis salam tu kajt. Thotë pejgamberi alayhis salam, Ebu Hurajra, çka ka ndodhur, pse po ka? Thotë pejgamberi Allahut, vazhdimisht nonën time e ftoi në islam. Vazhdimisht e ftoi të besojë ti të ndjekë rrugën tonë pa e refuzon. A mos thotë pejgamberi Allahut, mi ka thonë do fjalë të padurueshme për ti, do fjalë të këqija pejgamberi Allahut. Thotë pejgamberi Allahut, lutë Allah ta pranojë islamin nona ime. Pejgamberi alayhis salam i çon durrë thotë, o Zot, udhëzoj nonën e Ebu Hurajras. Ta pranon islamin. Edhe Ebu Hurajra dol te pejgamberi alayhis salam i gëzoshëm atë se u lut pejgamberi alayhis salam për nonën të ime. Edhe shkon te shtëpia, thotë kur shkua te shtëpia dera e shtëpisë pa ki shkon si hap. Atë e çel. Thotë edhe nitha një zhurmën e ujit. Tha më mendova atë më shkoj me se na nona ime tu pastru, thotë s'dashta me hi atë në shtëpi se nashta është vjeshtë, nashta u pastru ato bon diçka. Thotë pastaj ne kur e kriti, dole hapi derën, edhe më tha fjalën e parë që më tha kur më pa, tha Ebu Hurajra, thotë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ebu Hurajra gëzimi që e kishte për luçën e pejgamberit alayhis salam, u gëzua dhe mashë nuk nejtim të rona vet. Apo ktheheti te pejgamberi alayhis salam. Tash kur te pejgamberi alayhis salam i gëzoshëm tepër Ebu Hurajra. Thotë pejgamberi alayhis salam, çka po Ebu Hurajra? Thotë o pejgamberi Allah, thotë vallahi Zot ta pranoj luçën. U zuna nona e Ebu Hurajras. E pranoi islamin nona e Ebu Hurajras. Qeft madhe Ebu Hurajra se nona vetë pranoi islamin, shpëtoi nga kufri, nga shirku. Pastaj Ebu Hurajra pas të gëzimit mas e pranoi nona vetë islamin, tha pejgamberi Allah, apelut Zotin që unë nana ime të bëjmë të dashur të muslimanët. Atë të na dojnë muslimanët. Ata pejgamberi alayhis salam thotë, o Zot, thotë bane Ebu Hurajra dhe nona e Ebu Hurajra të dashur të muslimanët. Atë ta dojnë muslimanët, po edhe këtë ditë i dojnë muslimanët. Atë Ebu Hurajra i dojnë njerëz musliman, po edhe muslimanët ta ndëgjojnë Ebu Hurajra, ta dojnë Ebu Hurajra. Ata lut pejgamberi alayhis salam thotë, o Zot, bane të dashur Ebu Hurajra dhe nonën e Ebu Hurajras të dashur për musliman dhe musliman bane të dashur për Ebu Hurajra dhe nonën e Ebu Hurajras. E thonë pastaj dietar thotë çdo kush i pas tyre që kanë dëgjuar për Ebu Hurajrën e ka dashur Ebu Hurajrën dhe nonën e Ebu Hurajras. Tash mos ta merr dikush më thonë, po se pas na njohët Ebu Hurajrën, nashta se dua apo diçka. Ne kur jam mësojsh historinë, biografinë kush ka qenë Ebu Hurajra, çfarë njëri ka qenë, ki me dashur. Vetëm nëse ka dikush në zemër nifak, ka diftërsi, është munafik, sa do pejgamberi ta duhet pasaj Ebu Hurajrën. A më kush janë musliman, edhe e di biografinë e Ebu Hurajra, kush është Ebu Hurajra, ka me dashur. Se me të vërtetë është njëri i dashur, i cili i dhan masahiretit dhe e ka hik prej zemrës i dashurinë e dunjas. Thotë Ibn Sirini, që shpesh e kam treguar, po mas u lidh me Ebu Hurajrën, thotë Ibn Sirini ka një prej tabiinëve, ai Ibn Sirini që i komenton ëndrat, ai libra që është komentimi i ëndrave Ibn Sirinit, ai ka qenë komentuesi i ëndrave, i ka shpjeguar ëndrat. Këtë dituria ka dhënë Allahu, se shpjegimi, komentimi i ëndra nuk mësohet te doni hoxh, me shku te doni hoxha mësues me thonë mëso me komentimin e ëndrave. Që thonë disa ma kalon babxhishi mu, atë me shpjegu ëndrat. Pa nuk shkon ta kalon babxhishi. Ai bile ai s'ka ditë na shtam me komentu, se kësaj thonë dituria ilmul ledunni, një dituri që Zoti ja jep dikujt në zemrën e tij. Atë ç'është i jep Zoti, atë hiç pa mësuar kurrë edhe i komenton ëndrat, sikur ka qenë Yusufi alayhis salam për shembull, apo Ibn Sirini. Domethënë Zoti jap dikujt këtë dituri, nuk shkon me mësuar me kjo. Edhe thotë Ibn Sirini, thotë shkova në natë e Abu Hurajra radhiyallahu anhu, e tha Abu Hurajra, tha u lut në lut, tha o Zot, fale Abu Hurajrën
nonën e Buhurejrës, edhe ata që kërkojnë luqe apo kërkojnë istikfar, bojnë luqe për Ebu Hurejrën dhe nonën e Buhurejrës. Pra o Zot, falë Ebu Hurejrën, Ebu Hurejra lutë shumë, o Zot, falë Ebu Hurejrën, nonën e Buhurejrës dhe ato që kërkojnë falje për neve. E thot Ibn Siri, thot prej asaj kohe vazhdimisht jam lutë për Ebu Hurejrën, për nonën e Buhurejrës, kështu që të më kape mu luqe Ebu Hurejrës. Pra nëse nësë ta shtojmë, o Zot, falë Ebu Hurejrën dhe nonën e Buhurejrës, me sinceritet, thojmë, o Zot, falë Ebu Hurejrën dhe nonën e Buhurejrës, ai lutja që ja lutu Buhurejra për çat person që lutet, inshallah e ka të kapet ti. Pra vazhdimisht nëse lutesh për Ebu Hurejrën dhe nonën e Buhurejrës, Ebu Hurejra para 1400 vetëve ja lut për ti. E thot Ibn Siri, thot prej asaj note rregullisht jam lutur për Ebu Hurejrën dhe nonën e Buhurejrës me shpresë që të më kape mu apo të më kaplon luqe Ebu Hurejrës të cilën e boni atë natë. Ebu Hurejra ka qenë shumë e ka respektuar nonën e tij. Thuhet ku ka dalë për shtëpi, për shembull, ka pa nonën e vet ai mu përshëndet me plot, jo me bon se ai se rejnë as mi thon nonën saj ditën e mirë, atë apo selam aleikum. Jo, ai me plot thuaj sahabët njerëz tregojnë se me ftyrë të qeshur, me i buzëqeshur, me plot zim ka dalë për shtëpi dhe i ka thonë assalamu aleikum ya umma. Paqja Allah që mbi ti, o nëna ime, Allah të më shiroft. Ashtu siç më keni duku kur kam qenë i vogël. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, është në Kur'an. O Zot, më shiroj ato siç më kanë edukuar ato kur kam qenë unë i vogël, që kanë pas mëshirë ndaj meje kur kam qenë i vogël. Nona vet pina to ka thënë aleikum selam o biri jam. Aty me qef e kanë bërë, me dashni e kanë bërë këto përshëndetje, jo se rejnë, ashtë edhe ku dalë për shpimi, thonë për të mi, ku të mi shpimi, thonë mirë mrama, selamu aleikum, jo me plot dashni. Me të vërtaj për Ebu Hurejrën të regohet se shumë e ka respektu nonën e ti. Pastaj forma dhe mënyrë se si duhet na të jemi të sjellshëm ndaj prindërve. Një prej tyre është bindja ndaj tyre, me ju bind prindërve. Në çdo send përveç gjunoheve apo punëve të këqija. Pra ti dëgjosh të respektosh urdhrat e tyre në çdo gjë përveç mëkatit. Të jemi të butë dhe sjelljen e mirë ta kemi ndaj tyre. Kjo do të nënkupton ulja e zorit me ta kur të folmi, sidomos. Domethënë me zgjedhat metodën se si fol me prindin tan, zoni ta kesh të ulët, jo me dal në zonë i vrashët që thonë aty me ku të fol me treguar zonë si si nervoz me ta, po ti ishe i butë dhe me sjell të mira. Ti ndëgjojsh ato kur të flasin. Ja i të fol ti me ndërhi, ja i të fol për diçka ti me dal këtë të tërko me qitë muhabetin. Edhe nëse e ndini fshar mërzije, se valla zgati aty pak muhabetin, edhe nëse e ndini fshar, po të thojt apo një fshar mërzije, se zgas po së më pengoj, bo pra bustje, ftira në të kesh, në të shefa e se i të ngu me plot vëmenje. Nëse na sot në telefona jemi, në atë na folin në telefona, janë Facebook, janë TikTok dikon, jasë të folin, nona të folin, baba, janë televizor, ja futbol, shushi veç pak, tash shka po thot që tash atipja për parësi para nonës. Nona, po baba të ka dhu një muhabet, a që në televizor është një humor, një serial ku i di shka, shushi veç pak në nonës, shka po thot? E kishka në kupton atipja për parësi para kësaj. A islami na mëson që mos të ndërprejtë për janë të folë. Anë të të folë për fe, anë të të folë diçka për dënjalla, kanë të të kalzu për diçka, se kur ta kalzon atë të të kalzu diçka me dëshirë, me qef, ati, se donë e po do me të kalzu diçka. Ndështë e me qatë që po ta të regon, ako e gëzosh, me ka gëzu që ajo, po do me të gëzu në thi. E ti me abo bajat me ndërprej bisedën, e kjo nuk është prej sjelljes të mirë. Fjalë të buta, të ëmbla, të respektueshme, mi përdor, mi zgjidh fjalë se shka pi thot. Dhe me thonë me mendu, para se me thonë një fjallë, se none ki e babë, para se me folë me menu mirë, që fjalla, mund me shtin dishka në mendime, këtë dishka më keq, me mendu, dishka me mërzit, dishka mos e prejkë në zemër, mos ja thënë zemër, me zgjidh fjallë. Pak si shumë qëtë, as janë tej për me islam, po këtë regojnë që duhet më kujmë islam, ta shama i bojna na që i bojna, pak problem. Pa ka problem, se gjithmonë këna thonë njëri sa ma largë islamit, sa ma largë praktikës së sunnit për nga mejtë a.s. sa ma largë që të i vjeprave jemi.
Nëse nuk jemi me sunetin e pejgamberit alayhis salam, me Kur'anin, me thonjtë të dietarëve, me praktiku islamin, mundu maksimum me praktiku islamin, që tonë është problem, na duken si tepër, ha. Që më bëjmë që të tash edhe me zgjidh fjalën, se nështë mos peprek, a me ul zonin, që shme andri zonin vetë këtë i folë nënës e babës, e valla dohet. Se Zotë ka thonë, wa bil walidayni ihsana, dhe boni të sjellshëm ndaj tyre. Të sjellja nuk shkon thon veç lulja të atmorsit, po të sjellja shkon zonë, muhabete, fjala, mendimet e sjelljes tua, krejt. Hin çati të sellu mirë me prindërit. Pastaj kujdesi dhe përgjegjësia ndaj prindërve. Si duhet të kujdesim dhe çfarë përgjegjësie kemi. Që ndihma ndaj tij, që ndihmojsh nëse kanë nevojë. Pastaj shpenzimet për ta kur kanë nevojë, të shpenzojsh për prindërit tu. Jo tash si kemi disa tradita, po diçka inadabe, nona i ka ratit mallit, tash nuk ka ban qarna i mallit, i ka ratit mallit, apo në hise, apo të voglit, apo ati tjetëri, i ka ranë hise, shka do në të banaj me nonë, por që nona e krejtë vështë, ai nuk ka është veçenjojt, apo? Të vish llogaritë për shembull, me islam me këshirë, kush menon mirë, ai urtë, ai mençuri, nëse është piqe tash pasuria, është nona e baba, edhe është një e mirë diçka dunjos. Është hajde pidajna këto ne. Njëri i mençuri urtë kanë merr. Muslimoni i mirë ka menon për ahiretin. Sa që valla pizgidhi prindit. Po prindit sa i kije bereqetin e kije prezent. Për drisa i kije prindit me vetin në shpe, i kije i shoshnon, dhe më thonë, jeton me to, bereqet kije. Për drisa i kije prind shpe, nonën e babën, për shembull. E kije një dirë gjenetit hala qelë, në përmet atë mund me hitë që e dirë me fitu gjenetit. Kur të vdes, pejgamberi alayhis salam thotë, al-walidu awsatu abwabil janna. Prindi është një prej dirëve të mesme të gjenetit. E nëse të vdes baba, a e dira, ja do më thonë se ki bon të i diçka kesh, po mu pika po do mite e dira të mu, baba vdesh, si po do me fitu respektin e të mirat e me stjellet mija ndaj prind për me fitu qatë dira në gjenetit. Pejgamberi alayhis salam po thotë gjeneti është e kom të nonës, nëse vdes nona, hupi më që e mirë, më të se ki më prezent qatë, apo? E për drisa i ki e prindet me veti, i ki e gjallë, dhe me thonë bereqetin, ki bereqet me veti, në shpi. Përshëndetja, bustjeqja, me apus dorën, me përshëndet, me përqafimi, një fjale mirë, një këshillë mirë, një mohabet i mirë, a e gëzona, e kur ta gëzojsh atë i të fitu shpërblime. Dhe thonë, për ploti i mbreqet, na pëse s'dina me përfitu, s'dina me fitu se vape, pëse i kemi prind gjallë, përshenda për shtëpia nuk dina, aja që tërë mohabet. A në përndryshen, gjitha aspekt kje, vetëm bereqet, se vape, shpërblime, non stop. Sigur jetimin për shembull, pejgamberi alayhis salam ka thonë kush e limon krijen jetimit. Ka shpërblim as sa flokti prek ato, ka shpërblim te Allah xhaleshanu. Ku çift në jetim, a më bën me sinqeritet me niyet për Allah. Ka përse dorën ka krija se pejgamberi alayhis salam ka thonë ka se vape. Se në stop kur është një prind, në jetim limoja krijen. Përmendin atë Abdullah ibn Omeri, për ditë ka shumë në pazar, në tre. Kërë ka vejnë, thë, Abdullah, thë, po qoftë shumë në pazar, as nuk po blen, as nuk po pit për shmimet, as nuk po shet diçka, as nuk po rrim me kërkonin, veç po shkon në pazar, po hi, edhe po kthejsh. Tha, o të një, tha, unë tha shkojt e pazari, vetëm i përshëndet njërë, mi tha, selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh, me fitu se vapi, ato ma kthejnë, alaikum, selamu, rahmetullahi wa barakatuh. Shkojnë në treg veç me bon luqen e tregut, aty ku shkojsh në pazar është një luqe me bon atë luqen, shkoj e ban dhe atë luqen, aty fitoj shpërblime. Dhe më thonë jam të shku në pazar vetëm për se vape, se jam të shku me bledh me shit. A më njeri menqër. Që i ka në pazar, shkoj i bajnë dhe hapa edhe fitoj se vape. Kaloj një jetim që tone, assalamu alaikum, shia e mirë, dorën ka krija, ban një jetim për Allah, se a diçka shërë do me thonë i ka për atë jetimin të që limoj shkrien, se ai nuk e ka babën me limu krien, limoj bilete krien. Edhe fiton të sevape. I ki nonë e babën shpe, i fiton sevape, 24 orë mundesh me fitu sevape. Po çish mi fitu ato sevape? Po çish mi fitu ato duhet më mësu. Duhet më shish ato në jetën, shajton thonë hadithe pejgamberit alayhis salam.
E nëse të pra ti thosh fjalë të mira, të buta, e të sillesh mirë me ato. Pastaj largimi nga çdo shqetësim që mund të shqetësojë ato. Sidomos për shembull kur janë të lodhur ose kur janë të flet. Të do na binat, a binat do me pushu. Kush i ka na për shtëpia, kush e ka babën apo nonën apo të ditë kush i ka, a bin me fleta do na me pushu. Mos më shqetësu. Jo më thon, a pak i flet tanoshit çu, hajde mos më pengo këtë që me fëmijët e mi, jo duhet mi mbret me mbret, çka mbreti. Si mbret, a guzon ti pra mbret me bon diçka do në zonë, nëse shat se na tu flet. E vallahi në zonë nuk njihet. Edhe frimorit i merr banki ka dalë, nëse të kollët, e mshel gojën shkoçën qesh dikon kollësh se baba mbret ato flet. E baba nona? Domethënë nuk duhet më shqetësuar kur janë të pushuar, apo janë të lodhur, apo janë duke flet. Me mbajt do një atmosferën e qetë në shtëpi. Domethënë, çka të mush me bën për atë diçka mirë, të ndin ato të qetë të rahatshëm dosh me bën. Ato tre shokë na sheknin dëgjuat historinë ato tre shokë ku hinën me një shpellë se ishte ra shije mos i lagë shivit ana ju mshel hirja shpellës apo. Edhe mua atë s'kishte mas telefona, as kur xhon mi largu mi thonë njerëz hajde na hekni prej shpellës se kena më të mrenda. S'kish shans me dalë ato pe asaj shpellës. Po njëri që këtu tha, bojna këtë kanë një luqe për ndonjë vepër që e kena bën, që se ka ditë kërkush, e kena bën vetëm për Allah. Haj si thonë bojnë kanë një luqe. E njëri prej atinve e bën një luqe tha o Zot, thotë për çdo natë ku ka marr te shtëpia, ju kam prunë qumsh, nonës e babës, kur ra me flet, ju kam dhënë me pi tombël qumsh, edhe i ka zonë gjumi, për çdo natë e kam bën çat. Thotë o Zot, një natë erdha vonë, ku ka ardhur atë kish pas zonë gjumi. Thot nuk dashta më afrish gjumin për më avdhon qumshin, thot për mi kriju kanë më deri në mëngjes. Kur rëziun mëngjes ja u dhash tomblet. Thot o Zot, nëse kam bën për ti, ndaj hap këtë shpellën. Edhe ditë i bën një luqe u hapa shpella, i tretë e bën një luqe edhe u hap shpella dol. Ne stash dikujt na mund më duke filmi indianëve që apo i Hollywoodit. Ama është hadithi pejgamberit alayhis salam, hadithi vërtet se ka ndodhur pejgamberi alayhis salam s'ka kallzu filma, ka kallzu të vërteta. Me çatë luqe, ai vetë tha o Zot nëse kam bën për ti, pra kam nejt për me krijen atë mos t'i aprish gjumin. Tek e fund, nëse kishaj me flet s'bën këtë në gjuna. Hë? Mu i ke bra me flet nëse sa bën më avdhon tomblit. Po edhe nëse ja aprish këtë gjumin, a pesë kish bën me thon doni gjuna. Ama respektin maksimum për prej që e ka pas, s'ka dash me shqetësu me aprish gjumin, po ju kanë nejt për me krij deri në mëngjes, ku janë çun mëngjes, çe qumshtin. Se pro më erdha pak si vonë s'dasha me aprish gjumin. E o Zot, për hatër kësaj pune, nëse e kam bën me sinqeritet për Allah, na i hap këtë shpellën edhe u hap shpellën. Domethënë mos mi shqetësu. Po ashtu prej sjellje ndaj prindërve është vënia e tyre para vetes, gjithmonë ato të kenë përparësi. Për nëse ka sejnë dynjos. Tham, për sejnët që kemi obligim namazin, së një obligim përparësi prindit para namaz. Për shembull thonë, ja valla kesh të kujdes për prindin dhe lash namazin. Kjo nuk është, nuk qëndron kjo. Po për çështje dynjos, për çështje të mirët e epshia që i don të nërë diçka, duhesh më dhon përparësi gjithmonë aty para vetes tënde. Dhe mi lën gjitha gjërat që i mërzitin ato. Edhe për Xhurejxhin e keni dëgjuar dashka historinë e Xhurejxhit, ku para pejgamberit alayhis salam ka qenë i respektueshëm ndaj nonës së tij, po njëherë ka qenë në namaz, edhe nona vet ka trukit e djera. O Xhurejx, ka kontu fal, nuk ka përgjigj. O Xhurejx, nuk ka. E Xhurejx mrita namaz me mend të menua o Zot, a namazin a nonën time. Zot, a vazhdoj namazin, a që përgjigje nonës time. Edhe ka vazhdu namazin. E nona vet a lut diçka për ta një luqe, i ka thonë mos vdesësh para se mi pa ftirat e grave që bojnë zino, që bojnë amoralitet. Mos vdesësh pa i pa ftirat e atin, vadi tu tallë me ti, tu kesh me ti. E pastaj është histori e gatë, po veç kjo ka se namazin që tha o Zot, a namazin a nonën time, o Zot, a namaz a nonën time. Edhe ja ka dhënë përparësi namazin. Pra prindëri ja përparësi në gjithçka përveç obligimit që i ki ndaj Zotit, që i ki obligim në çat kohë mi kri. Edhe nëse të urdhërojnë ato për ndonjë gjuna, edhe aty tham nuk duhet me ju bin.
Po ashtu kërkimi i lejes. Me kërku leje për ato, për shembull, para se ish në dhomën e tyre, para se të largohesh nga shtëpia. Çel po i kanë bërë 40 vjet, 50 hala me lip leje për nonës. Po, nona jote është, baba jote është. Ti ki bon 40, pa i ka bon 70. Mos mendoj se i ke zonë nonën e babën, tash i kanë bën 50 vjet i mrina nonën e babën, po jo vetë, ato i kanë bën 50 tjera. Ti i ke bon 40, ato i kanë bën 40 tjera. Piku ke lind tjera, 40 tjera i kanë bën. Domethënë ti rritet ato rriten. E prej sjellje të mira është i kërkojsh leje. Për nëse hin dhomën e saj na, apo nëse hin shtëpi, apo nëse do me dorë prej shtëpie, leje ose me lajmëru mi thon po shkoj, ose muj me shku, po këtë problem, ha. Se egoja nuk na le. Ne si ju që kemi nuk na le. Qish unë me mjekër jam bon, ha, fëmija janë të mu martu gati mi kërku leje nënësa. Allah do është mi kërku. Tash e ki obligim, nuk më thojna farz e ki, ade nëse si kërkon leje ki bon gjëna. A më ja të fol për sjelljet e mira, respekt që është ndaj prindërve, i kërkon leje. Pejgamberi alayhis salam kur akthindën në shtëpi, a këndë një udhëtim edhe akthi e ka zonë nata para se me i në Mekke ose në Medine, nuk ka shku të shtëpia, ka bunjë jashtë. Mos i natën aty me prindët nuk i ka pas. Ka pas gruajin, ka pas fëmijët, ama nuk ka hinë natën se nuk është e pëlqeshme kur të kthehesh për udhëtimit, sidomos nëse nuk i ke lajmëruar, nuk e din se i tar, nuk është mirë me hinë shtëpi në mbrëmje, pse mos i gjojnë të një gjendje të papëlqeshme. E kur tha pejgamberi alayhis salam, a mi kërku leje prindit ku të shtëpia, njëri tha o pejgamberi Allahut, në qish nonës bazë mi kërku leje në shtëpi ku tinja? Thot a ki qef mi pa ndonjë gjendje të papëlqeshme te ja? Thot jo pejgamberi Allahut, thot po për çfarë duhet mi kërku leje? Hin ti je në ndonjë situatë që ti s'ki qef me pa çashtone. Edhe hi pa leje, shef në çast situatë çka bën të na me ti? E për çfarë thot pejgamberi alayhis salam lip leje? E ku i thana, pse me lip leje aty? Në be bab. Thot po, a ki qef me pa ndonjë gjendje që stakon aty s'ki qef? Thot jo pejgamberi Allahut. Thot e për çfarë edhe lip leje? Po ashtu edhe luqja për to, sa të jenë gjallë, edhe kur të vdesin. Pra kur janë gjallë mu lutë për prindërit, edhe kur të vdesin. Po ashtu prej sjellje ndaj prindërve është të sillesh mirë me to kur mas të vdesin. E po si o pejgamberi Allahut, si mos sjell mirë ato mas i kanë vdek, thot maj lidhet me të dashurit e tinve. Nëse baba e ka pas një shok, maj lidhet me shokën e babës ta. Nëse nona e ka pas një shoqe, maj lidhet me shoqen e. Do me thonë respektoj, s'po thon tash unë sigur baba jote me shku me një shembull ditë 3 saat me ta me pi çaj mohabet, se ti sigi mohabet një sikur që e pas baba jote me atë shokën e vet. Po ndonjë ndaj dhurat, ndaj telefon, ndaj mesazh, ndaj urim, ndaj festë, ndaj diçka, a di mi maj lidhet me ta, se kjo i vjen sigur mi maj lidhet me prindët e to. Pse se i të maj lidhet me të dashët aty. Pejgamberi alayhis salam për gruajën e tij, Khadijën, kur mas i ka vdekur Khadija, i ka majt lidh me shoqën e Khadijës në atë kuptimin kur ka pas diçka me shpërndan, ndaj kurban, ndaj diçka, mos i harroni thos shoqën e Khadijës. Gruaja Khadijën, jo non, gruaja. E imagjino për nonën e për babën. Do thonë pejgamberi alayhis salam thot respekt ndaj prindërve mas vdekjes së tyre është ti majsh lidhet me ata njerëz që ato i kanë pas lidhet. Baba dhe nona. Do thotë të dashët e në shoqe kështu me radhë. Inshallah vazhdojna me këtë temë javën e ardhshme se u bën edhe koha. Inshallah Allah xhaleshon na bën prej atyre të cilët i respektojnë prindërit e tyre maksimalisht sa munden. Edhe pse s'u një dal me hakësh asnjëherë. Mi respektu sa mi respektu, hakësh nuk i dal me asnjëherë. Botën me afru, atë këtë botën që mirë të botën me afru, babën no para gojës se thonë më thonë që urdhëro haje, nëse hahat prapë se një del hakësh. Bashkër heq. Po mu mundu bile. Po nëse nuk mundemi, s'kem mundësimi i bon mirë, bile kesh mos mi o bon. Se vallahi mallkimi Allah të është mbi ato të cilët ju bojnë kesh prindërve. Mallkimi Allah të është mbi ato që i shajnë prindërit. I thanë sahabët të pejgamberi Allah, pse kush i shajnë prindërve vetë, nonën e babën. Thot ti ja shan dikuj nonën apo babën, e ti bon se betën ai ti me ta shan nonën tonë e babën tonë. Te kjo sa ndo, në mesin e tonë.
me sabak, kur quhet dikuj e shantën ai ja kthen. Mallkimi i Allahut është mbi ato që ofendojnë nonën dhe babën e vet. O pejgamberi Allah, po kush e ofendon nonën e babën? A di? Normal, rrallë na shaka dikush ka mund, a di shumë i prish duhet më konë me shah nonën e babën. Po i thonë pejgamberi Allah, kush e shah nonën e babën? Thot kur ja shante dikuj nonën apo babën, ti bosh sebeb, se ti u bën sebeb, të na ti me ta shah nonën tonë apo babën tonë, kjo i vjen sikur ti më pas shah. Pse se ti u bën sebeb. Ti je tinë filon me ta shah nonën e babën. E mallkimi i Allahut mbi çdo njerëz. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala prindërit tonë ti mëshiron, ti fal, qofshin të gjalla apo të vdekur. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na shton diturinë dhe të punojmë sipas diturisë. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala të hezme, të ndjekmi hapët apo rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësuar për gjithçka, për të mirë të dënjos dhe për të mirë të ahiretit, dhe lusim Allah subhanahu wa ta'ala të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe ditën e gjykimit, dhe në fund lusim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.